thotë si duhet të jetë veshja e gruas muslimane. Kemi përmendur vëllezër me përgjigje për këtë pyetje disa herë. Kur themi vëllezër si duhet të jetë veshja e gruas muslimane, qëllimi është kur del jashtë shtëpisë. Do si duhet me kanë veshun një grua muslimane. Do rrobat që duhet me pas, do gruaja muslimane duhet me kanë tilla që mos me kanë ngushta, tilla që e shfaqin do bukuritë e saj, mos me kanë të i dukshme, mos me kanë zbukurim vetet, çka apo ngjyrën apo me kanë tilla që e tërheqin shikimin e gjinisë mashkullore. Mos me kanë të parfumosuna. Tjetra, pastaj kur del jashtë vëllezër gruaja, siç ka treguar Aisha radhiyallahu anha, do të më pas disa rroba në trupin e saj. Pra rrobë mbi rrobë. Është ajo rroba domethënë e mbrëmshme që shkon deri në fund këmbëve, pastaj shamia el khimar, që është shamia e vogël, e sipër kësaj vjen xhilbabi. Siç e urdhëron Allahu në Kur'an, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. O ti dërguar sallallahu alaihi wasallam, thua ju bashortëve tua, vajzave tua dhe grave të besimtarve që të vishën, të mbulojnë trupin e tyre me xhilbab. Çka është xhilbabi vëllazër? Xhilbabi është ajo rroba domthonjë që veshësh sipër rrobave të mbrëmshme që i ka femra. Edhe sipër shamis el khimar. E keni pasur më është një çarshaf, që prej majës kokës deri në fund këmbë. Ose nëse nuk e bën këta, janë domethënë e keni pasur do shamia xhana që janë dy pjesë. E para është mirë bëhen, kjo pjesa tjetër që vjen sipër kokës shkon deri poshtë ka gjunjve. Edhe nëse nuk arrin domethënë deri në fundin e këmbës. Keq kuptimi që është vëllezër këtu te disa motra është që mendojnë se ajo rrobë e cila është e saktë mu fal namaz, bën me dal me to edhe në rrugë. Kto janë dy gjëra vëllezër këtë kundërta. Ti bën mu fal namaz, domethënë me rrobat e shtëpisë, nëse janë malasha duhet që mbulojnë avretin, edhe ke shamin e vogël, bën mu fal. Kur desh rrugë, tu duhet me pas edukat tjetër. Se Allahu thot, dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Për xhilbabin, dhe kjo është më afër që ato mu dallu, se janë gradë ndershme, të moralshme. Wala yu'dhain, edhe mos më ushqetësu, mos më lëndu nga shikimet apo fjalët e njerëzve që janë të pamoralshme. Von dallohet më ai grua, domethënë që është e veshur ashtu siç duhet, domethënë shikimet e njerëzve, nuk i hedhin shikimet drejt saj, edhe nuk e ofendojnë domethënë me fjalë.